Duke mos humbur kohë, do t'ja filloj kësaj ligjërate, se ligjërata është edukimi i fëmijëve në Islam. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillahi al-Mabuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahun azza wa jall e falenderojmë. Prej ti falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatat dhe përshëndetjet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë atyre të cilët pasuan dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Më pas ndalemi dhe falenderojmë Allahun azza wa jall dhe lutim atë me lutjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ku thot: O Zot, na e mundëso që të vërtetën ta shohim si të vërtetë dhe ta pasojmë atë, ndërsa të pavërtetën ta shohim si të tillë dhe të largohemi nga ajo. Amin. Kur jemi te edukimi i fëmijëve në Islam, me të vërtetë Islami i kushton rëndësi të madhe edukimit familjar. I kushton rëndësi të madhe nga se luajnë një rol shumë të rëndësishëm në shoqërinë islame. Nga se ata janë brezi jonë i ardhshëm, dhe se ata janë pasqyra jonë, dhe na si besimtarë si musliman, tregojmë moralin tonë dhe edukatën tonë me anë të fëmijëve tonë, nga se sikur se përmenda, ata janë pasqyra jonë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një rast prej rasteve i drejtohet me 3 këshilla një shokut të tij të dashur, i cili quhej me emrin Muadh ibn Jabal. Dhe ja drejtoi 3 këshilla, të cilat këshilla janë shumë të rëndësishme dhe se me të vërtetë duhet që të shkruhen me ngjyrë të artë. Dhe këto këshilla çdo prind, çdo edukator duhet t'i ketë parasysh dhe të mundohet që t'i implementon në jetën e tij shoqërore, sidomos në edukimin e fëmijëve të tij apo në edukimin e nxënësve të tij. Nëse ai don që të ketë sukses, nëse ai don që puna e tij dhe veprimtaria e tij që të mos shkon kot dhe ai të pasqyrohet me një pasqyrim të mirë dhe të saktë të shëndosh, atëherë duhet marrë parasysh edukatat apo këshillat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që na jep për edukimin e fëmijëve tonë. Para se t'ja filloj këtu, do t'i përmendi 2 elemente paraprake, të cilët na ndihmojnë që na ti edukojmë fëmijët e tonë. E para është dituria, që na si besimtar të kemi dituri dhe njohuri të thella rreth edukimit familjar në Islam. Që çdo prind, nëse don që të edukon fëmijën e tij, apo don që të ketë edukat në familjen e tij, në rrethin e tij të ngushtë dhe më të gjerë, atëra ai duhet të ketë njohuri të thella fetare. Por nëse nuk i ka të thella, atëherë së paku sipërfaqësore. Së paku sipërfaqësore. Nga se pa dituri nuk është e pamundur që t'i japsh dikujt dituri. Ajo që vjen pa rregull nuk ka mundësi që të rregullohet. Ai që vjen pa sistematizim nuk ka mundësi që të sistematizon dikë tjetër. Nëse një prind nuk ka edukat fetare, nuk ka njohuri fetare, nuk ka njohuri apo dituri e cila ka të bëjë me pedagogjinë bashkëkohore apo atë fetare, atëherë na kemi problem dhe defekt në parim këto, se si ka mundësi që dikush që nuk ka dituri, që nuk ka njohuri, të jep të tjetrit dituri dhe njohuri. Dhe jo rastësisht njohuritë dhe këshillat që kanë të bëjnë me edukimin familjar, i jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto dalin një të kohë edhe nga Kur'ani. Saqë Allahu azza wa jall thot: innama amwalukum wa auladukum zinatul hayatid dunya. Thot, pasuria juaj dhe fëmijët e juaj janë zbukurimi, dekori i kësaj dynjoje. Ata janë zbukurimi ynë. Ata neve na përfaqësojnë për nga e mira apo për nga e keqa. Ashtu ai që ka pasuri, i themi se është i pasur. Ashtu që ai që ka pasuri, i themi që është i pasur. Ka shtëpi të mirë, ka obor të madh, ka makinë të mirë, ka rroba të mira dhe kështu me radhë, sepse ai ka pasuri. Dhe kjo personin apo të pasurin e zbukuron, e ban më të hishëm, më të bukur, më të dukshëm dhe kështu me radhë. E njëjta
edhe fëmia. Fëmijët për neve janë dekor dhe janë zbukurim, që na i zbukurojnë shtëpinë tonë, na i bëjnë më të lumtur, na i bëjnë më të dashur, na i bëjnë shtëpinë tonë më tërheqëse. Kështu që mendjet që presim që ta mbarojmë oraren e punës dhe të shkojmë tek ata. Por parashtrohet pyetja se na sa investojmë këtë dekorim, sa dim që ta mbrojmë këtë zbukurim të mirë dhe të madh, e cila është dhunti nga ana Allahu Azza wa Jall, e cila është bukuri shumë e madhe, të cilën dekor dhe zbukurim dikush është në gjendje ta paguajë me më të shtrenjtën që e posedon. Na gjithë jemi dëshmitar se njerëzit të cilët nuk kanë fëmijë janë në gjendje të japin çmos që të kenë fëmijë të tyre. Saqë edhe me anë të klonimit janë munduar që ta mbushin këtë zbrastir. Paramendoni se ku ka mbri çështja dhe kjo situatë. Nga dashuria e madhe që e kanë ndaj këtyre fëmijëve. Dhe ti i cili ke fëmijë, Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë këtë dhunti të madhe. Ta ka zbukuruar shtëpinë me këtë zbukurim shumë të madh. Ti çka nuk je në gjendje të investosh së paku 1 orë në javë që të marrësh dhe të lexosh literaturë e cila ka të bëjë me edukimin familjar. Apo e dyta të marrësh dhe ta edukosh së pari herë vetveten. Kam përmend dietarët islam dhe kanë thonë edukoje vetveten 20 vite para se ta edukosh dikë tjetër. Para se ta edukosh fëmijën tënd. Dhe kanë thonë se fëmiu edukohet 20 vite para se del në barkun e nanës së tij. 20 vite para, si ka mundësi, ai nuk ekziston martesa. Por çka kanë thonë? Kanë thonë që prindërit prej lindjes deri në moshën 20 vjeçare, ku parafarsisht pas kësaj moshe fillon do të thotë lindja e fëmijëve, kanë thonë deri në moshën 20 vjeçare duhet që të edukohet. Dhe duhet që ky të përgatitet paraprakisht që ta edukon fëmijën e tij në të ardhmen. Pra, edukimi është një çështje e cila transferohet tek fëmijët e tu. Nëse ti ke edukat të mirë dhe të shëndosh, atëherë kjo edukat përcjellet edhe tek fëmijët e tu. Nëse ti nuk e posedon një element sikur që është ky element, atëherë këtu kemi problem, këtu kemi mosmarrveshje dhe në këtë rast edhe do të kemi devijime të mëdha në shoqërinë tonë, në të ardhmen dhe në të tashmen. Thot Allahu Azza wa Jall, innama amwalukum wa auladukum fitna. Ajeti kuranor thot, o ju besimtar dijeni, jeni të vetëdijshëm se pasuria juaj dhe fëmijët e juaj ka mundësi që të jenë sprovë për ju. Me një anë janë ata zbukurim dhe dekorim për ne dhe dhunti shumë e madhe, të cilën zbukurim dhe dekorim nuk e kanë të tjerit, por nga ana tjetër thot Allahu Azza wa Jall, keni kujdes dhe ta keni parasysh se ashtu siç kanë mundësi ata që të jenë zbukurim dhe dekorim për ju, ka mundësi që të jenë edhe sprovë. Sikur se shohim shumë raste kur fëmiu vjen dhe ankohet kur prindi vjen dhe ankohet për fëmijët e tij, vjen arsimtari ankohet për nxënësit e tij, vjen komshiu ankohet për fëmijët e komshiut të tij, dhe do të thotë probleme të mëdha, saqë kemi mbrim me një situatë dhe me një grad, saqë disa nga prindërit shkojnë dhe distancohen zyrtarisht nga fëmijët e tyre. Sepse ata janë bërë sprovë. Është rezultati prindve fëmia që është në rrugë të gabuar apo është edhe nëse është në rrugë të hajrit? Na themi që prindi është faktori kryesor për edukimin e mirë apo atë të keq. Kjo është faktori kryesor. Dhe se rrethi më i ngushtë i çdo fëmijë është, sidomos në moshën deri në 10 vjeçare, është familja, është shtëpia. Shtëpia dhe familja e luajnë rolin kryesor. Posaçërisht nëna. Posaçërisht e ëma e fëmisë apo nëna e fëmisë. Por në mënyrë direkte apo indirekte ka ndikim këtu edhe prindi. Kështu që themi, se një prind i cili nuk ka investuar me kohë tek fëmiu i tij, ai pas moshës 10 vjeçare, do ta zgjeron shoqërinë e tij, do ta zgjeron rrethin e tij. Atëherë ta ketë parasysh se rrethi më i gjerë do të punon me atë. Do të investon tek ai. Dhe padyshim se investimi i tyre nuk është edhe aq i shëndosh. Dhe sidomos tani dhe në këtë kohë investimi i tyre dhe ndikimi i tyre çdo herë dhe vazhdimisht është negativ. Është negativ dhe është edukat e keqe dhe e gabuar e devijuar dhe është e ngurtë, e vrasht. Edukata e cila nuk ka të bëjë me asnjë fe, me asnjë din, me asnjë libër të shpallur. Në të gjitha fet,
disa nga edukatat që i themi apo i shohim apo gjestet që i përmendem nuk gjenden në asnjë libër, po flas gjeste dhe edukatat të këqijat. Asnjë fe nuk i preferon ata. Dhe këtu na e shohim se këtu kemi devijim do të thotë katastrofal, ekstrem. I cili devijim do të thotë nuk gjendet në asnjë libër. Një asnjë pedagogji bashkëkohore apo të vjetër. Dhe e shohim se këtë devijim dhe këtë shkatrim katastrofal e ban rrethi i jashtëm dhe i gjerë, i cili rreth nuk ka kontroll, nuk ka mbikëqyrje, nuk ka bazamete, nuk ka rregulla dhe parime mbi të cilat ndërtohet. Dhe rastisht këtu atëherë e shohim se nuk dim ka t'ja fillojmë kur dem që të përmirësojmë atë rreth, apo atë edukat, apo atë shoqëri, apo atë shtresë të shoqërisë tonë, e cila ka devijuar do të thotë krejtësisht nga parimet dhe rregullat edukative arsimore, apo edukative pedagogjike. Dhe rastisht kur të bisedosh me arsimtarin apo me pedagogun, ai thotë nuk di ka t'ja filloj. Sepse devijimi është katastrofal, është pa parime, pa rregulla. Shkon të flasësh me hoxhën, thotë nuk di ka t'ja filloj me këshilla, sepse aq shumë kemi probleme, saqë kam problem se tëllën ligjerat ta ligjeroj në ligjeratën e ditës së xumës për shemb. Nga se ka deformim shumë të madh, ka devijim të madh dhe të thellë, për shkak se edukimin ja kemi lënë kujt shtresës së devijuar. Dhe edukimi është një nevojë për çdo fëmijë. Dhe ai ket nevojë, nëse nuk e gjen në shtëpinë e tij, nuk e has në shtëpinë e tij, në rrethin e tij të ngushtë, atëherë do të dalë në atë rreth më të gjerë. E kur dalë në rrethin më të gjerë, aty më nuk kemi kontroll. Nuk kemi mbikëqyrje dhe nuk kemi rregulla dhe parime. E dyta është personi të zgjedh bashkëshortën e tij. Sot si pikë të ditë që do ta përmendi këto, që para prakisht masa preventive që do të thamë për edukimin e fëmijëve të tonë të ardhshëm, që bashkëshortën ta zgjedhim me kujdes. Që çdo i ri kur të martohet me ndonjë vajzë, apo kur të vendosë që ta merr ndonjë grup për bashkëshortet e tij, të ketë kujdes se ai dhe ta ketë parasysh se ai me këtë bashkëshorte në të ardhmen do të bën fëmijë. Dhe ta din mirë se nëse bashkëshortja e tij është me moral të prisht, edhe fëmiu i tij do ta ketë moralin e prisht. Këto janë rregulla. Këto janë parime, ligje që s'ka mundësi askush t'i thënë. Është e pamundur që të marrësh bashkëshorte e cila është e pamoralshme, është e pandershme, nuk ka rregulla dhe parime në jetën e saj, e të shpresosh se fëmiu i do të jetë i moralshëm, do të jetë i ndershëm, do të jetë i respektueshëm, kjo është e pamundur. Kjo nuk ka mundësi të paramendohet. Jo rastisht thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tunkihu al-mar'atu li arba'. Keni parasysh o të rinj se gruaja martohet për 4 gjëra. Për 4 gjëra, për 4 cilësi. Dhe hapi syt mirë, e çele gjoksin mirë dhe xhan, dhe dëgjo. Thot limaliha. Thot martohet për pasurinë e saj. Martohet wali jamaliha, martohet për bukurinë e saj. Martohet wali dhurriyetiha, martohet për nga prejardhja e saj, apo fisi i saj. Wali diniha, dhe martohet për fenë e saj. Farfardh bi dhati din taribet yadak. Zgjedhë fetaren nëse don që të jesh rahat. Nëse don që të jesh rahat. Sepse pasuria ka mundësi që të jetë shumë, por një ditë prej ditëve do të harxhon. Dhe se pasuria shumë nga problematikat e tua në të ardhmen shoqërore dhe bashkëshortore nuk do t'i zgjedh. Pasuria nuk zgjedh çdo problem. Thot martohet për nga bukuria e saj, nga se bukuria është një element i cili harxhohet dhe mbaron me pleqëri. Si ti ban 30 vjet, 35 vjet, ajo mbaron mo. Tani mo nuk është bukuria që ti të zgjedh problemet. Por se këtu mo mbeten elementet të tjera. Dhe e treta është prejardhja e saj.
të ketë fis të mirë, të ketë kabile të mirë, familje të mirë, mahall të mirë, shtet të mirë, racë të mirë, kështu me radhë. Por gjitha këto nuk zgjedhin çdo problem. Megjithatë, në fund thot Muhamedi s.a.s. zgjedhë thot fetaren. Nëse don që të jesh rahat. Nëse don që të jesh rahat në problemet e tua në të ardhmen, problemet fetare, problemet shoqërore, problemet me fëmijët e tu, që për ata të mos brengosesh, problemet e shtëpisë, nga se jeta është e gjatë, dhe ka probleme të lloj-llojshme. Ka sprova të lloj-llojshme, nëse nuk ke afër vetes një grua e cila grua është fetare, e cila është e urtë dhe e mençur dhe din që ti menaxhon problemet shoqërore dhe problemet edukative në shtëpinë tënde, atëherë je rahatshëm dhe i qetë. Por nëse është e kundërta, nëse ajo nuk din që ti menaxhon këto, atëherë ti ke problem në shtëpinë tënde, ke problem me dal nga shtëpia yte sepse ke një grua e cila grua nuk është e aftë që ti të sillet mirë me fëmijët e tu. Ke problem të dalësh nga pasuria yte, nga se gruaja yte nuk din që ta menaxhon pasurinë tënde. Merr dhe harxhon ashtu si aty dhe si nuk duhet. Nëse ke problem me gruan tënde, atëherë ke problem që të dalësh nga shtëpia yte, nga se ajo nuk din që ta mbron derin tënd. Do të thot vazhdimisht ke probleme në shtëpinë tënde. Shkon në punë, mend i ketë shtëpia yte. Shkon në udhtim, mend i ketë pasuria yte. Do të thot vazhdimisht problem, vazhdimisht stres. Dhe disa të ri kur i hasim me shumë probleme, ata na thënë abe hoxha gjeta në rrugë kështu ndodhi. Po e vërtetë, nëse gruan tënde e gjen në rrugë, atëherë ke probleme të rrugaçve në shtëpinë tënde. Se martesa yte nuk ka ndodhur mbi baza dhe themelet të shëndosha, por ka ndodhur mbi epsh, mbi këndje, i cili epsh dhe këndje një ditë prej ditëve dështon, dhe mbaron dhe harxhohet. E këtu më pastaj fillojnë problemet, fillojnë mosmarrveshjet, fillojnë streset, fillojnë moshnatësit, edhe këtu ndodhet edhe divorci. Pastaj si pasojë e divorcit dështojnë edhe fëmijët, ata fëmijë i merr rruga, i marrin shoqatat e ndryshme të cilët i edukojnë me edukatja të shëndosh, dhe këtu më kemi do të thotë ndarje, divorc, ndarje do të thotë prishje të familjeve, prishjeve të lidhjeve farefisnore, do të thotë problem shumë i madh me pasoja shumë të mëdha. Pse? Se vetëm pse ti për një çështje ke gjykuar me epsh. E ke marrë një grua e cila është e bukur. Përsëri është në pyetje epshi. Ke marrë një grua e cila është e pasur. Përsëri është në pyetje epshi, për shkak se e ke dash pasurinë e jo gruan. Ke marrë një grua e cila është me prejardhje të njohur dhe të famshme. Ke dash famën e jo kënaqësinë dhe rahatin. Por kur ta marrësh një grua e cila është fetare, atëherë ke marrë qetësinë, ke marrë rahatin, ke marrë të sigurtën, e cila do të sigon rahati, siguri dhe dashuri, harmoni në jetën tënde edhe në të ardhmen. Pra këshilla e dytë është kujdesu se si dhe çfarë grua do të marrësh, nga se gruaja është medreseja e shtëpisë tënde, shkolla e shtëpisë tënde, universitet i shtëpisë tënde, që familjen tënde të ta ndërtosh mbi themele dhe bazamente të shëndoshta. Kalojmë në këshillat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ai jep shokut të vet. Këshilla të mëdha, të shëndosha, të argumentuara me fe, të cilat rrjedhin nga një edukator i cili është suprem. Edukator i cili do të thotë nuk ka gabuar asnjëherë në edukimin e tij apo në këshillat e tij ndaj të edukuarit. Dhe edukimi i tij është i verifikuar me Kur'an dhe Sunnet. Është i dëshmuar me realitet. Është i dëshmuar me realitet dhe është treguar si edukim më fleksibil, më i sakt dhe më i pranueshëm dhe i pranueshëm tek fëmijët e ta. E para i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atij shokut të vet, wa anfiq ala ahlika min tawlik. Dhe shpenzo për familjen tënde nga pasuria yte dhe nga mundësia yte. Më mirë do ta përkthejmë që të themi këtu edhe nga mundësia yte. Që me këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tregon çdo edukatorit, çdo prindit se e ka për obligim dhe detyrë fetare që të shpenzon dhe harxhon nga pasuria e tij për familjarët e tij, për fëmijët e tij, për gruan e tij, për bashortën e tij. Sepse ai atë ditë kur ka vendosur që të jetë krye familjar, që të martohet, ai më
është bo edukator dhe përgjegjës i dikujt të tjetër. Prej asaj dite kur je martu, kur ke marrë bashortën tënde në shtëpinë tënde, mbi ti e bin disa obligime që nuk i ke pas më herët. Tani më duhesh kujdesesh edhe për bashortën tënde, që të sigurosh asaj shtëpi, që të sigurosh veshmbathje, që të sigurosh ushqim, që të sigurosh siguri, mbrojtje dhe shumë gjëra të tjera dhe që është më e rëndësishme edukim. Allahu Azza wa Jall thot: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama." Kjo tani është rregulli se si na duhet që të shpenzojmë dhe harxojmë për familjen tonë. Thot Allahu Azza wa Jall në ajetin kuranor, thot edhe besimtarët të cilët kur shpenzojnë nuk ja teprojnë, nuk i tejkalojnë kufit, por e as që e mbledhin dorën shumë, as që janë koprat është për qëllim në këtë ajet. Pra nuk shpenzojnë pa mas dhe nuk e mbledhin dorën pa mas dhe nuk bëhen koprat. Wa kana bayna zalika qawama. Por se besimtarët janë mes këtinve dyjave, mes shpenzimit të tepërt dhe mes kopratësisë. Pra nuk duhet qenë as kopratës e as që harxhon pa mas, e zgjedh një rrugë e cila është mesatare. Dhe rastësisht ky ummet, ky popull është popull mesatar. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Thot dhe kështu na juve ju kemi bërë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam popull mesatar, që çdo send e ban me mesatari. Kur flasim me mesatari. Kur hajm ushqim, ham me mesatari. Por kur shpenzojmë me mesatari. Nga dashuria e madhe që i kemi ndaj tyre, nuk ban që të harrojmë mesatarin dhe të harxojmë dhe shpenzojmë sa nuk ban. Por se duhet harxuar në bazë të standardit aktual që i kemi në vendin tonë. Po themi se nëse standardi mesatar në Maqedoni është që të harxohet në muj 300 deri në 400 euro, është e palogjikshme që dikush të harxon 1000-2000 euro. Dhe këtu më kemi do të thot harxhim pa mas. Kemi shpërfillje të pasurisë dhe kemi keqpërdorim të pasurisë tonë. Dhe për këtë do të llogaritemi tek Allahu Azza wa Jall. Por në të njëjtën formë themi kështu: nëse mesatari është 300-400 dhe ti duke pas mundësi dhe pasuri në dorën tënde shkon dhe e ngushton familjen tënde dhe harxhon për ata 100 euro në muaj. Përsëri këtu kemi do të thot keqpërdorim të pasurisë. Kemi do të thot padrejtësi këtu. Dhe për këtë do të llogaritet krye familjare sepse u avështirëson atyre jetën duke pas mundësi. Këtu më nuk kemi të bëjmë me të varfërit. Ata të cilët nuk kanë, këtë kemi parasysh. Kenë 100 euro, vetëm ato 100, vetëm ato i harxhon. Por nëse i ke 200, i harxhon 200. Sepse standardi e kërkon që të harxhon këta. Por nëse i ke po themi se 500 euro pronë tonë dhe pasuri mujore, nuk është e thonë që të harxhosh të gjitha. Harxhoj 300, 350, 400 e 100 të tjera lëri onësh për nevoja të jashtëzakonshme, për nevoja të cilat janë të papritshme, për probleme të cilat problemi i ka jeta, sëmundje dhe kështu me radhë. Allahu Azza wa Jall me një ajet tjetër thot: "Wala tubadhir tabdhira ka innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu lir-rahmani kafura." Thot edhe mos shpenzo pa mas. Mos shpenzo pa mas. Nga se të shpenzuesit pa mas janë vëllezërit e djallit, vëllezërit e shejtanit. Sepse kjo është mashtrim i shejtanit dhe pasim i rrugës së tij. Dhe ai që shkon pas rrugës së shejtanit vëllëzërohet me atë. Dhe thot Allahu Azza wa Jall: "Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin." Thot dijeni se ata të cilët shpenzojnë pa mas janë vëllezërit e shejtanit, kurse djalli i shejtani i bëri kufër dhe dalje nga rruga e Zotit. Ki i bëri kufër Allahut Azza wa Jall, refuzoi ligjet Allahut subhanahu wa taala. Pra shiqoni se sa kuptim të ngushtë ka shpenzimi i tepërt pa mas me djallëzimin, vëllëzërimin me djallin dhe dalja nga kjo fe. Sepse ai që harxhon pa mas është përfillës i pasurisë. Është keqpërdorues i pasurisë.
dhe nuk ja din vlerën të mirave të Allahut azza, sikurse nuk ja din vlerën shejtanët dhe djajt. Dhe ky shkon pas rrugës së tyre. Dhe pasimi i rrugës së tyre të çon në dalje nga kjo fe. Sikurse shejtani dhe djalli kur bëri kufër të mirave të Allahut dhe i shpërfilli ata, ai doli nga feja si pasojë e kësaj. Dhe edhe ata të cilët shpërfillin pasurinë dhe mirësinë e Allahut azza wa jall, padyshim se janë në rrugë të shejtanit dhe djallit, dhe shumë afër e kanë që të dalë edhe nga kjo feja si pasojë e kësaj, sepse kjo është ligj, është rregull dhe parim, se kush vepron kështu do ta gjen kjo. Pra ke kujdes, nëse ke pasuri, nuk do të thotë që ta shpërfillesh atë dhe ta harxhosh aty ku duhet dhe ku nuk duhet, si duhet e si nuk duhet. Pra të kemi kujdes që këtë pasuri të harxojmë me mas dhe me edukat, ashtu si që kërkon feja islame. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imratika sadaqa. Thot dijeni o ju besimtar, se për çdo dinar të cilën do ta harxhoni për familjarët e tuaj, familjarët e juaj. Thot për çdo dinar të cilën e keni harxhuar për ata, do të keni shpërblim. Do shpërbleheni tek Allahu azza wa jall. Thot derisa edhe kafshatën e bukës, të cilën e merrni dhe e futni në gojën e bashortes tuaj, thot do të keni shpërblim për atë kafshat. Para mendoni për çdo gjest, për çdo hap që e bëjmë ne për ata, do të kemi shpërblime tek Allahu azza wa jall. Derisa edhe për këtë nderim, që është ndoshta edhe gjest romantik, edhe për këtë do të kemi shpërblim tek Allahu azza wa jall, sepse e kemi nderuar familjen tonë, e kemi respektuar bashortën tonë. Dhe asoja kemi bërë qefin dhe kemi nderuar me këto nderime të mëdha dhe të mira. Që të mos e keq kuptojmë ndonjëherë shpenzimin dhe sadakan. Disa nga besimtarët i shohim na, do të thotë se shpenzojnë për çdo sent. Shpenzojnë për xhami, shpenzojnë për të varfërit, shpenzojnë për shkolla, shpenzojnë për nevojat e tjera, për çdo sent ata janë në gjendje që të shpenzojnë. Por kur vjen në pyetje familja e tyre, dyqysh ngurojnë. Me një farë mënyre nuk gjejnë gatishmëri që të shpenzojnë për ata, duke menduar se më mirë është t'ja jap një fukaraje, disa të holla e ta gëzoj atë se sa t'jap familjes teme që ata për shembull të shkojnë në piknik, apo ata që të mbathën pak me rroba më të reja dhe kështu me radhë. Po thamore në suaza të normales, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Thot një dinar të cilën e harxhon në rrugt të Allahut për xhami, për mësim, lloj-lloj, do të thotë mënyrat që ka mundsi besimtari të harxhon pasurinë e tij, ta shpenzon në rrugt të Allahut. Wa dinarun anfaqtahu fi raqaba. Thot edhe një dinar të cilën e harxhon që t'ja largosh një besimtarit një breng, një problematik. Thot e një dinar të tjetër të cilën e shpenzon dhe ja jep një të varfërit. Thot edhe të tjetrin të cilën e harxhon për familjen tënde. Më e vlefshmja dhe më e madhe tek Allahu azza wa jall është ajo e cila apo dinarit të cilën e harxhon për familjen tënde. Kjo është inkurajim nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që na të shpenzojmë për familjet e tona në suaza të normales, në suaza të standardit aktual që i kemi në trojet e tona. Pra asnjëherë të mos ngurojmë dhe të na mashtroj djalli dhe shejtani që na të mos jemi në gjendje që të shpenzojmë për familjet e tona. Porse duhet që të shpenzojmë për ata, duhet që ata të nderojmë dhe të respektojmë, që neve do të jemi shembull sa më të mirë për familjarët e tonë dhe na që të shpresojmë shpërblimet e Allahut azza wa jall për këtë shpenzim që e bëjmë për ata. Këshilla e tretë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që dhe thot wala tarfa anhum asaka adaba. Thot edhe mos e zhduk shtëpinë tënde nga shtëpia yte me qëllim edukimi. Shiqoni, tani pas edukimit material,
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një herët i rrekët edukimit shpirtëror dhe përmend një masë edukative, e cila masë edukative është më shumë me ndikim psiqik se sa fizik. Dhe jo rastësisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk thot në këtë hadith që mos e lën pa i rrej fëmijët e tu. Siç nuk thot kështu, por thot mos e largo shkopin nga shtëpia yte. Pra shkopin e lidh me materie, me tulla, me shtëpi, nuk e lidh me persona, me individa, me shpirt. Por kjo materie ka ndikimin edukativ arsimor tek fëmia, tek antarët e familjes. Vet prezenca e thuprës në shtëpi ka ndikim shumë të madh psiqik dhe në një farë mënyre edhe ka ndikim të madh, rezultat të madh në edukimin e fëmijëve. Edhe këtu në këtë rast do të përmendim disa vërejtje ndaj edukimit bashkohor. Që pedagogjia bashkohore ndalon përdorimin e dhunës me një dozë shumë të vogël në për klasa. Dhe këtu kemi njëkohësisht edhe vërejtje ndaj pedagogjisë së vjetër, e cila ka qenë do të thotë ekstreme. Këtu kemi do të thotë di pedagogjia ekstreme. Ajo e vjetra dhe tani kjo e reja. Ajo e vjetra do të thotë ka rreh nxënësin pa mas. Dhe arsimtari, profesori ka luajtur rolin e policit në klasë. Të ka maltretu, ka rreh, ka gjiku, ka dëbu dhe ka bërë çmos në klasën e tij me pretekst se ky është duke i edukuar fëmijët. Dhe këtu kemi do të thotë pasoja shumë të këqija, që nxënësit e mëhershëm kanë urrejtur klasën nga dhuna e madhe që ka qenë prezente në ato klasë në atë kohë. Dhe tani kemi pedagogjin bashkohore, e cila kategorikisht dhe rrepsisht ndalon përdorimin e dhunës në klasë. Dhe këtu në këtë rast kemi dalje nga kontrolla, ku situata del nga kontrolla, ku arsimtari nuk ka mundësi që të kontrollon nxënësit e tij, saqë kemi raste ku arsimtari shkon dhe ankohet edhe në polici, për shkak se nxënësit i kërson se do ta arrahin. Ku arsimtari rihet në klasë, ku arsimtari nuk ka kushte që të mban orën e tij mësimore. Ku arsimtari shkon dhe ankohet tek drejtori, më herët nxënësi ka shkuar dhe është ankuar tek drejtori, apo në polici, apo në gjyq, kështu me radhë. Tani kemi ekstremen e kundërt. Arsimtari, apo profesori, apo doktori i shkencave nuk është në gjendje që ta implementon orën mësimore. Kjo padyshim se i vjen si pasojë e defektit në procesin arsimor, në pedagogjin bashkohore. Dhe Islami vjen dhe e gjon një mesatare, sjell një mesatare mes këtyre dyjave. Ku nuk thot se ti merre shkopin tani edhe rrihet të gjithë në rend, por merre shkopin dhe mbaje në klasë. Thuprën mbaje në klasë. Dhe tregoje dhe ndonjëherë edhe përmendje rrahjen me thupër. Dhe kërcënohu fëmijës se të tirash me thupër, po që se ata nuk të ndëgjojnë, po që se ata nuk përcjellin orën mësimore, dhe se kjo rrahje është për të mirën e tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë person i cili ka qenë i moralshëm dhe person i cili asnjëherë nuk ka rah, por ka këshilluar me një element edukativ, sikurse është prezenca e thuprës në klasë, prezenca e thuprës në shtëpi, prezenca e thuprës në vendet ku zhvillohet procesi edukativ arsimor. Ne po flasim më tani për fëmijë, ne po flasim për nxënësit të cilët studiojnë studimet akademike, sikurse është fakulteti, sikurse është magjistratura, doktoratura dhe kështu me radhë. Ja. E asë të tyre që janë në shkollën e mesme, por flasim për nxënës të cilët janë në shkollat fillore, fëmijët. Ne kemi fjalën tani për fëmijë të vegjël, të cilët nuk janë në gjendje që çdo send ta kuptojnë me anë të fjalës. Por kur e shën një nxënës, një edukator, se fëmiu apo një prind, se fëmiu nuk është duke kuptuar, atëherë është e lejuar që në dosë dhe në mas shumë të vogël
që t'ja mëshon pak me thupër, e cila vetëm do t'a djek, nuk do t'i shkakton dhimbje. Dhe nuk do t'i shkakton pasoja shëndetësore në të ardhmen. T'ja then kranë dhe kështu me radhë. Këto as pak nuk e kemi qëllimin. Kjo është një gjë e ndaluar dhe rrepsisht kategorikisht ndalohet në fenë islame. Por ja mëson me thupër, aq do thotë sa ta djegësh pak që ai të ketë kujdes më të madh në të ardhmen. Thot një poet, kun ibn men shi'ta waktesib adaba yughnike mahmuduhu anin nasabi. Thot bëhu djali kujt të duash. Por thot përvetëso edukata të mira, sepse lavdërimet me edukat janë më të vlefshme se lavdërimet me paraardhësit. Është e kotë që ti kur nuk ke edukat e lavdërohesh me paraardhësit e to. Por është shumë e vlefshme dhe e kapshme kur ti ke edukat dhe të lavdërojnë të tjerit për edukatën që e ke. Pra bëhu biri kujt të duash, por përveçso edukata të mira, nga se edukata të vlen më shumë se sa lavdërimi i paraardhësve. Dhe këtu me lehin Allahut Azza wa Jall do ta përmendim edhe një edukat tjetër e cila është shumë e rëndësishme, e cila ka të bëjë me rrahjen dhe ka të bëjë me precizimin e të mëshuarit të pakt me thupër. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sala wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alayha li 'ashr. Thot urdhëroni fëmijët e juaj që të falin namaz në moshën 7 vjeçare. Shiqa. Urdhëroj fëmijët e tu që të falin namaz prej moshës 7 vjeçare. Urdhëroj që të falin namazin. Kjo është edukat. Edukat që ka të bëje me edukimin e tij në të ardhmen. Dhe thot: "Wadribuhum 'alayha bi'ashr." Thot edhe nëse nuk ndëgjojnë që të falin namaz, mëshoni atyre në moshën 10 vjeçare. Pra deri në moshën 10 vjeçare nuk ke të drejtë që të ngrisish dur dhe që ta rahish fëmijën tënd. Por deri në këtë moshë obligohesh që ta shfrytëzosh mekanizmin e dialogut. Që me atë të polemizosh, të bësh dialog, që ti sqarosh dhe shtjellosh tematikat, që ta edukosh me fjalë, e në moshën 10 vjeçare, nëse ai nuk është në gjendje ende që të kuptoj dhe nuk implementon urdhëresat e tua, nuk realizon fjalët e tua, urdhëresat e tua, atëherë ke të drejtë që t'ia mëshosh përsëri, po e potencoj me një thupër të hollë dhe të vogël, me një mëshim i cili nuk shkakton pasoja të dëmshme në të ardhmen. E fundit dhe e treta në këtë rast, wa akhifhum fillah. Edhe mësoj fëmijët e tu që të kenë frikë Allahun Azza wa Jall. Kjo është një edukat e cila edukat do t'i vinë çdo fëmijës në të ardhmen. Që ta ketë parasysh se vazhdimisht është në mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall. Dhe këtu do të themi se na në këtë mënyrë dhe në këtë formë fëmijët e tanë nuk i bëjmë robër të tanë, por i bëjmë robër të Allahut Azza wa Jall. Kur themi nuk i bëjmë robër të tanë, nga se fëmiu i cili nuk edukohet me këtë edukat, do të jetë i kujdesshëm në prezencë të prindit, do të jetë i kujdesshëm në prezencë të arsimtarit, në prezencë të profesorit. Por ai kur të ndahet nga mesi i tyre, ai më nuk është i kujdesshëm, nga se nuk ka mbikëqyrjen e tyre. Pra kjo është rob i prindit, rob i shtëpisë, rob i arsimtarit, rob i shkollës, rob i komshiut, por ai kur të del nga ky rreth, ai më është jashtë kontrolit. Ai më nuk është në vetdije se çka është duke vepruar dhe si është duke vepruar. Por na fëmijën ton kur ta edukojmë me këtë edukat, që ai të jetë i vetëdijshëm se është në mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall. Ky më nuk merr guximin që të bën vepra të këqija, që të bën ndalesa, që të bën harame. Nga se kjo është i vetëdijshëm se është në mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall. Dhe përmendim këtu një rast, i cili rast është shumë i prekshëm mes dy të rive, mes një djaloshi të ri dhe një vajzës të re. Kur djaloshi me një natë të errët, të vetmuar plotësisht, takohet me një vajzë, e cila vajzë këtij djaloshi i pëlqen. Dhe ki një herët
i ofron asaj, do të amoralitet. Dhe i thot, i drejtohet asaj me këtë fjalë. Thot, eja afrohu mu, sepse askush nuk është duke na parë. Pra jemi të plotësuar plotësisht, të vetmuar plotësisht. Askush nuk është duke na parë. Por kjo vajza e cila kishte edukat të mirë dhe të shëndosh, fetare, e cila ishte vetëdijshme se është në mbikëqyrjen e krijuesit të vetë Allahut Azza wa Jall, i drejtohet si djaloshi me këto fjalë: o ejne mu kja u kibuha. Sepse ki djaloshi para prakisht i tha, nuk është duke na parë askush përveç se yjet. Vetëm yjet mbi qiell i kemi na, askan tjetër. Kjo i thot, e ku është krijuesi i yjeve? Çka ta merr mendja? Krijuesi i yjeve a nuk është duke na parë neve? Dhe ki mahnitet dhe shtangohet, mbetet i pa tekst nga kjo fjalë e prekshme që rjedh nga kjo fjalë, nga kjo vajzë e devotshme. Shiqoni se çfarë devotshmërie dhe çfarë vetdije të ngritur se Allahu Azza wa Jall është duke mbikëqyrë këtë vajzë dhe se kjo vajzë duhet ta mbron nderin e saj kur është në shtëpi, kur është në shkollë, por edhe kur është në rrugë dhe edhe kur është e vetmuar plotësisht me askë tjetër. Dhe kështu na duhet që të edukojmë vajzat e tona, të edukojmë djenmoshat e tonë, që ata kur të largon nga rrethi i tyre, kur të shkojnë në mbrëmjet e maturave ku askush nuk i mbikëqyr ata, të mos shfrenohen, të mos i thënë të gjitha rregullat dhe parimet, të cilat rregullat dhe parimet u kanë mësuar prindërit e tyre. Kjo del në shesh se ata janë të devotshëm dhe janë të ndershëm vetëm nga frika. Jo se ata duhet qenë ashtu. Pra devotshmëria e tyre dhe edukata e tyre është e rrënjshme. Nderi i tyre është i rrënjshëm, i përkohshëm, i kufizuar me kilometra, me qytete dhe me mohalla. Dhe se ajo vajzë apo ai djalosh si ti kalon ato kilometra, ato bariera, ai është tjetër person. Është i prisht, është i amoralshëm, pin alkohol, vjedh dhe ban gjitha të çorodit dhe të këqijat. Dhe nuk këtu e kemi qëllimin që fëmijët e tonë të edukojmë që ata vazhdimisht ta kenë dhe të jenë të vetëdijshëm se janë nën mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dhe ata të cilët thot frikon nga Allahu Azza wa Jall i kanë dy xhenete, kanë grada të xhenetit. Kanë grada të xhenetit të mëdha, sepse janë të vetëdijshëm se janë në mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall dhe asnjëherë nuk marrin guximin që ata të thënë këto rregulla dhe parime. Pa marr parasysh se a e shën dikush apo nuk i sheh ata. Për në fund, lut Allahun Azza wa Jall që fëmijët e tonë t'i ruan nga syri i keq, që ata t'i bën të ndershëm, t'i bën të respektueshëm, që t'i respektojnë dhe nderojnë prindërit e tyre, që t'i respektojnë dhe nderojnë arsimtarët e tyre, mësuesit e tyre, profesorët e tyre, që ata të jenë pasqyrë e mirë e jonë, që një ditë prej ditëve ata edhe të jenë të mirësjellshëm ndaj neve kur do të kemi na nevojë për ata, të jenë pasardhësit e tonë të shëndosh dhe të mirë dhe të begatshëm, që të shohim hajrin dhe të mirën edhe në të ardhshëm. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. O që nderuar, të falenderoj për këto këshilla fetare, këtë ligjërat të bukur. Shpresoj që dëgjuesit kanë pas dobi dhe do të fillojnë të praktikojnë këto këshilla fetare për edukimin e tyre në Islam. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për sonte. Shpresoj të takohemi edhe javën e ardhshme edhe me ligjërata më të bukura. Natën e mirë.